Mirëmbrëma, ky është edicioni i lajmeve orës 23 këtu në televizionin publik. Ka dështuar përpjekja e 12 për formimin e Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Me pjesëmarrjen e 113 deputetëve, vetëvendosja insistoi sërish në votim të fshehtë, por partitë opozitare bojkotuan. Kandidatja për kryetaret të Kuvendit Albulena Haxhiu kritikoi refuzimin si mos respektim të vullnetit qytetar. Seanca e radhës do të mbahet më 9 maj. Sërish me përpjekjen e njëjtë, u mblodhëm për të 12-ën herë. Me prezencën e 113 deputetëve, kryesuesi i seancës, deputeti Avni Dehari, e vendosi në votim formimin e Komisionit për votim të fshehtë për kryetar të Kuvendit. Ftoj deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? 56 deputet votuan për, 1 kundër, derisa spati abstenim. Deputetët e partive të tjera nuk morën pjesë fare në votim. Kryesuesi Avni Dehari tha se vazhdimi i seancës mbahet me 9 maj. Kandidatja e propozuar nga lëvizja vetëvendosje për kryetare të Kuvendit, Albulena Haxhiu, pas dështimit të seancës, tha se partitë që nuk po marrin pjesë në votim kanë pozicion të paqartë. Ne nuk është që kemi pasur zgjedhje para 2-3 viteve. Ne zgjedhjet i kemi pasur në Republikën e Kosovës para 3 muajve. Prandaj ka një tendencë të hapur që ky vullnet i popullit të injorohet. Ju e dini që lëvizja vetëvendosje sot është subjekti më i madh në vend, me mbështetjen më të madhe qytetare, dhe kryeministri Kurti është po ashtu kandidati me më së shumti mbështetje nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Kuvendi do të mblidhet të premtën për ta vazhduar seancën në orën 10. Përplasjet politike thellojnë blokadën për zgjedhjen e kryekuvendarit dhe krijimin e qeverisë. Vetëvendosja nuk heq dorë nga Albulena Haxhiu, ndërsa LDK insiston në qeveri tranzitore. Kritikat për mungesë fryme multietnike vijnë nga partitë e komuniteteve jo shumicë. Kuvendi përballet pra me përpjekjen e 13 për konstituim. Jo serioze e ka quajtur vetëvendosje përgjigjen e Abdi Xhikut për Kurtin, ku i tha se do të donte një qeveri tranzitore. Me gjithë blokadën, deputeti Hekuran Murati tha se partia e tij nuk heq dorë nga formati i votimit të fshehtë dhe as nga kandidimi i Albulena Haxhiut për kryekuvendare, i kundërshtuar nga partitë e tjera për disa seanca. Derisa ne nuk kemi kvorum për të votuar komisionin për votim të fshehtë, nuk mund të quhet si proces i konsumuar, është thjesht një pezullim i seancës për të pritur derisa të formohet kvorumi i nevojshëm. Ndërrimin e kandidatit për kryetare kërkoi edhe këtë të mërkure PDK-ja. Ky është edhe dhunim i verdiktit qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse pas nesër bëhen 3 muaj që i kemi mbajtur zgjedhjet dhe ato zgjedhje e kanë prodhuar këtë përbërje të Kuvendit, e cila e ka për obligim që ta konstituoj Kuvendin. LDK ngul këmbë për qeverin unifikuese. E kemi thënë, nuk jemi të interesuar të kemi një qeveri me lëvizjen vetëvendosje. I kemi ftuar të gjithë, i mirë presim qoftë se vinë dhe ulemi, nuk kemi vendosur asnjë kusht, sepse gjithçka do të jetë subjekt i diskutimit në këtë tryezë të përbashkët, duke përfshi edhe kryetarin e parlamentit në mënyrë që dalim nga kjo blokadë, dhe do me thonë, kjo është forma jonë, është propozimi ynë. Për partitë politike jo shqiptare, përgjigje e Abdi Xhikut si ishte në frymen multietnike. Ku bëhet thirrje për partitë politike shqiptare dhe përjashtohen komunitetet tjera. Edhe deputetja bosnjake Emilia Rexhepi ja çoi një porosi kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti. Për Lima, një qeveri gjithë përfshirëse ka potencial të ndodhe, Haradinaj tha se më mirë është të shkohet në zgjedhje. Ne do të përgjigjëm ftesave të tilla, të cilat kanë bën përpjekje për gjetur zgjedhje. Sheshini është orientuar te këto diskutimet kush ka voni, pa ne do të më u kthyn punë, edhe shpresoj që do të gjendet një zgjidhje për ngërçin Kuvendet që të kalojmë matutje. E premtja në Kuvend sjell përpjekjen e 13 për konstituimin e plotë të legjislaturës së 9. Në lidhje me reagimet e përfaqësuesve të subjekteve politike të komuniteteve jo shumicë, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Xhiku është përgjigjur reagimit të
tyre që akuzuan se në propozimin për qeveri tranzicionit i ka përjashtuar komunitetet. Abdi Gjiku ka thënë se këto parti minoritare po instrumentalizohen dhe po kopjojnë gjuhën fyset e polarizuesve. Ky qëndrim, kopjimi dëmshëm i urrejtjes së panevojshme, është përdorimi i ulët i përfaqësuesve të komuniteteve që sot duhet kenë përfaqësim dinjitoz me të gjitha partitë parlamentare shqiptare, ka shkruar Abdi Gjiku. Sipas tij, një qasje e tillë është e dëmshme edhe për komunitetet jo shumicë dhe për demokracinë parlamentare. Pas mbledhjes së kryesisë, Partia Demokratike ka propozuar formimin e një qeverie të re nga partitë që ishin në opozitë gjatë mandatit të kaluar. Qëndrimi i PDK-s vjen një ditë pasi kryetari i LDK-s i ftoi partitë shqiptare për të diskutuar për formimin e një qeverie të tranzicionit. PDK kërkon nga presidentja që t'i thrasë në takim të gjitha partitë parlamentare për dalje nga kriza institucionale. Formimi i një qeverie të re që përbëhet nga partitë që kanë qenë në opozit mandatin e kaluar është zgjidhja më e mirë për vendin sipas Partisë Demokratike të Kosovës. Pas mbledhjes së kryesisë që zgjati rreth 2 orë, PDK doli me komunikat për media ku shpalosi qëndrimin e saj. PDK angazhohet dhe është e bindur se zgjidhja më e mirë për vendin është formimi i një qeverie të re, e përbërë nga partitë që në mandatin e kaluar kanë qenë në opozit. Një qeveri që do të ndalte degradimin institucional, do të nxirrte Kosovën nga izolimi ndërkombëtar dhe do të zbatonte politika zhvillimore për të gjithë qytetarët pa dallim. Me një listë të akorduar të prioriteteve shtetërore, të cilat do të rikthenin Kosovën në rrugën e duhur të zhvillimit dhe të integrimit euroatlantik. Kandidati i PDK-s për kryeministër në zgjedhjet e nënshkurtit, Bedri Hamza, pas mbledhjes së kryesisë, tha se mbi të gjitha janë të interesuar që vendi të ketë institucione. A jeni të hopur ose ju fton presidenti ashtu siç kemi kërkuar? Në komunikatën e PDK-s thuhet se presidentja mund të thërasë takim me të gjitha partitë parlamentare. Në këtë frym konsiderojmë se Presidentja e Republikës si institucion mbipartiak dhe me mandat legjitim mund t'i ndërmarrë hapat e nevojshëm për thirrjen e një takimi me të gjitha subjektet politike parlamentare. Një tryezë zgjidhpërfshirëse mund të jetë hapi i duhur për gjetjen e rrugdaljes nga kriza institucionale. PDK i ka bërë thirrje koalicionit vetëvendosje Guxo Alternativa që të mos abuzoj edhe mëtej me të drejtën kushtetuese për propozimin e kandidatit për kryetar të kuvendit, por të pranoj realitetin politik dhe të reflektoj për të mos e mbajtur peng edhe më tutje shtetin për interesa të ngushta partijake, thuhet në komunikim. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Kosovën duke kërkuar një marrëveshje përfundimtare dhe ligjërisht të detyrueshme me Serbinë të bazuar në njohje të ndërsjellë. Dokumenti bën thirrje për heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës, duke theksuar se Prishtina ka përmbushur kriteret. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Kosovën dhe në këtë dokument kërkohet që dialogu me Serbinë të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese të bazuar në njohjen e ndërsjellë. Në të njëjtin dokument kërkohet edhe heqja e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, sepse konsiderohet se shteti ka përmbushur kriteret për këtë. Autori i draftit, eurodeputeti Riho Teras, i ka quajtur këto masa të padrejta dhe të panevojshme. Ne kërkojmë heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian. Ato kanë qenë të padrejta dhe të panevojshme që nga fillimi. Bashkimi Evropian financon shumë projekte dhe programe të dizajnuara për të mbështetur agjenden evropiane në Kosovë. Kjo është arsyeja pse duhet i shfuqizojmë masat dhe ta lëmë Kosovën të përparojë me fondet që ofrojmë. Rezoluta përshëndet aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, mbështet procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës dhe partneritetin për paqe të NATO-s. Njëkohësisht u bëhet thirrje 5 shteteve mosnjohëse të BE-s që të njohin pavarësinë e Kosovës. Në rezolut shpreh shqetësim për situatën e sigurisë në veri të vendit, veçanërisht pas sulmit në Banjsk dhe ati në kanalin e Ibër-Lepencit. Parlamenti shpreh keqardhje që Serbia ende nuk i ka ndjekur penalisht autorët e sulmit terrorist në Banjsk, përfshirë Milan Radojčićin. Parlamenti Evropian paralelisht ka miratuar edhe një rezolut për Serbinë, ku Serbia kritikohet për lidhjet me Rusinë dhe për përpjekjet për destabilizim të rajonit.
Kërkohet gjithashtu që ndihma financiare për Serbinë të rishqyrtohet nëse ajo vazhdon bashkëpunimin me Rusinë. Deklaratat e udhëheqësve serbë në lidhje me angazhimin e tyre formal ndaj integrimit evropian tingëllojnë vërtet jo bindse, ndërsa po planifikohet një udhëtim në Moskë dhe marrëveshje të reja energjetike me Rusinë këtë javë, nuk ka në horizont reformat e nevojshme që janë thelbësore për një rrugë të suksesshme evropiane. Në fund të ditës, antarësimin e Bashkimit Evropian është para së gjithash përgjegjësia e shtetit antar, jo një alibi për të shmangur përgjegjësinë e vet për problemet e vendit. Rezoluta kritikon edhe të ashtu quajturën politik përgdhelëse të Komisionit Evropian ndaj Serbisë. I bëhet thirrje këtij institucioni që të flasë me një gjuhë më të qartë ndaj Beogradit zyrtar. Derisa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur në Moskë, aty ku do të jetë pjesëmarrës në paradën ushtarake, reagim ka ardhur nga presidenca e Kosovës. Vizita e ish-ministrit të Miloševićit në Moskë sipas zyrës presidenciale konfirmon jo vetëm afërsinë ideologjike të tij me një regjim autokratik e agresor si ai i Putinit, por edhe orientimin e Serbisë kundër vlerave dhe parimeve euroatlantike. Po ashtu është treguar se Vučić do të vazhdojë veprimet destabilizuese kundër rajonit ton me bekimin e Moskës. Kjo vizitë le të shërbejë si një kamban alarmi edhe për të gjithë ata përfaqësues evropian të cilët mbështesin pa kusht Vučićin me shpresën se ai do të kthehet ka perëndimi, ka thënë për RTK Live këshilltari për media i presidentes Osmani Bekim Kupina. Sipas tij, Vučići në Moskë në shërbim të plotë të Putinit është edhe rezultati i politikave akomoduese të cilat i përdorin shumë politikanë perëndimor ndaj tij, duke injoruar veprimet e tij destabilizuese ndaj fqinjeve, të cilët i ngjajnë atyre të viteve të 90-ta. Parada ushtarake në Moskë do të mbahet më 9 maj. Ministrja në detyrë e punëve të jashtme Donika Gërvalla ka udhëtuar në Varshavë ku do të marrë pjesë në takimin e përbashkët të ministrave të jashtëm të vendeve të BE-s. Ministra Gërvalla do të zhvillojë takime me homolog nga vendet e BE-s dhe nga vendet kandidate ku do diskutohet për zhvillimet e fundit në rajon, progresin e Kosovës në rrugën e saj evropiane dhe rëndësinë e përkrahjes së vazhdueshme për shtetet demokratike dhe pro-evropiane të Ballkanit. Gjatë vizitës shtetërore në Sultanatin e Brunejt Darussalam, presidenti Vjosa Osmani është nderuar me urdhërin e familjes mbretërore Laila Utama. Në ceremoninë e pranimit të këtij urdhëri dhe titulli, Osmani u shpreh se ky nder është një simbol i fuqishëm i respektit të ndërsjell dhe miqësisë që po ndërtohet mes të dy popujve. Në njoftimin e zyrës së presidencës theksohet se ky nderim i lartë është dëshmi e përkushtimit të presidentes Osmani ndaj forcimit të marrëdhënieve ndërshtetërore dhe promovimit të Kosovës në skenën ndërkombëtare. Po sot, presidentja Vjosa Osmani ka përkujtuar betejën e Çabratit në 26 vjetorin e saj. Osmani tha se kjo betejë është pjedestali i qëndresës dhe lavdisë. E para shtetit theksoi se Çabrati është betim për liri, kujtesë e përhershme dhe thirrje për drejtësi. E në Velani u bën homazhe për Bahri Fazliun, simbol i rezistencës dhe idealizmit. Përfaqësues shtetëror dhe bashkëluftëtar vlerësuan trashëgiminë e tij politike, letrare dhe patriotike, ndërsa familjarët përjetuan për vjetorin mes mungesës dhe krenarisë. Në ndërim të 27 vjetorit të rënjes së heroit të Kosovës Bahri Fazliu, në varrezat e dëshmorëve në lagjën Velania të Prishtinës u bën homazhe nga përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe politike. Shkrimet e tij analitike, poezitë e tij romantike, a dhe dashuria e tij e pafund dhe aksionet e betejat në cilat mori pjesë, padyshim që e bëjnë atë një shembull. Homazhe bëri edhe Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Akti i rënjes në altajën e lirisë Bahrish, në brezhin kufitar, është në trekëndshën që në ndanë pa drejtësisht, është porëshia më e mire e lirisë, që është përqu nga kjo familje, nga këta njerëz në për brezha. Do ta kujtojmë për jetë e mot, qoftë për shkak se ka qenë një djalë i zgjuar, i përgatitur, në aspektin moral, politik, një adhetar i dëshmuar. Tër jeta e tij ka qenë jetë e një veprimtari kushtuar lirisë Kosovës. Thjesht liria, cilën ne sot e gëzojmë, nuk ka kuptim pa figura tilla.
Po sot ishte një ditë më me dhimbje për ne edhe familje, sepse babi, i cili gjindet në Hag, Fadil Fazliu, padrejtisht po mungon mbas 27 viteve që ka qenë prezent në çdo përvjetër. Ne e Bahriut i kujtojmë vetëm poezitë e tina, cilat edhe ka lanë. Bahri Fazliu ra heroikisht më 7 maj të vitit 1998 në Bogiqet e Malit të Zi. Qeveria e Kosovës sot ka mbajtur një mbledhje elektronike ku ka miratuar vendimin për aprovimin e kërkesës së Ministrisë së Mbrojtjes për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në operacion humanitar në Republikën e Shqipërisë. Nga vendimi i kësaj mbledhje të 259 të qeverisë, Ministria e Mbrojtjes është e përgatitur të mbështesë Shqipërinë me një kontingjent përkatësisht për operacionin humanitar kërkim shpëtim në vendin e quajtur Qafen e Burelit, Bashkia Klos, ku ditëve të fundit në ambientet e fabrikës së përpunimit të kromit ka ndodhur një rrëshqitje masive dheu. Si pasojë kësaj ngjarje, dheu ka mbuluar një punonjës të kompanisë që operon në shfrytëzimin e mineraleve në këtë zonë. Kosova është përherë në mbështetje për krahje të Shqipërisë në këtë rast të asistimit të autoriteteve në këtë operacion. Bashkë pra njëri tjetrit me shpresën për lajme të mira nga vendi i ngjarjes, ka shkruar kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ndërkohë një sasi armatimit është sekuestruar gjatë një aksionit të policisë për armë ilegali në 3 lokacione në veri të Kosovës. Prokuroria themelore e Mitrovicës njoftoi se një person është arrestuar dhe dërguar në mbajtje për shkak të veprave penale import-eksport, furnizim, transportim dhe shitje pa autorizuar e armëve apo materieve plasëse. Ministrin në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqila ka thënë se vazhdojnë pas një kompromis goditjen ndaj kriminaliteteve që cenojnë sigurinë e qytetarëve. Regjimenti i 3 i forcave toksore ka realizuar patrullën luftarake ku përfshihen 9 skuadra organike të kompanisë së Komsorisë të realizuar në një distancë 28 km. Në njoftimin e FSK-s theksohet se Forca e Sigurisë së Kosovës porrit kapacitetet luftarake me standardet më të larta të vendeve partnere, me qëllim të përmbushjes së misionit të saj, mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial dhe sigurimin e paqes në vend dhe rajon. Është promovuar libri Ushtria Qlirimtare e Kosovës në shënjestër të vazhdueshme i autorit Bardhyl Mahmuti, bashkëbisedim me Muhamet Mavraj. Mahmuti përmbledh përvojat dhe analizat e tij si pjesë e diplomacisë së UÇK-s. Libri i autorit Bardhyl Mahmuti është rrëfim ekskluziv në formë bashkëbisedimi. Ai nxjerr në pah një kapitull të historisë kombëtare me zë të qartë intelektuali, vërim bashkëveprimtari i tij Ramadan Avdiu. Autori jo vetëm që rrëfen, por edhe analizon me thellësi zhvillimet politike, diplomatike dhe ushtarake, kur Ushtria Qlirimtare e Kosovës doli si mishërim i domosdoshëm i vullnetit të popullit të robëruar shqiptar për ligjin. Bashkëveprimtari Ram Buja thot se libri Mahmutit zë vend serioz, sqarimi i paskrupullt serb për të vrarët, të rrëmbyrë dhe të zhdukurit gjatë luftës në Kosovë. Ishte e ditur që në platformën qlirimtare të UÇK-s nuk figuronte asnjëherë diçka e tillë. Lufta e UÇK-s kishte në synim një synim të vetëm, çlirimin e Adheut nga pushtuesi i shekullor serb, e asesi të merren me civilët serb që nuk mbanin faj mbi supët e tyre. Vetë autori i librit tha se ka nxjerrë një pjesë të ngjarjeve të rëndësishme ku ka qenë dëshmitar. Diplomacia e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës duhet të jetë një vepër ku do përfshihen të gjitha takimet diplomatike, qoftë në perëndim, qoftë brenda në Kosovë. Është domosdoshme të nxjerrim të gjitha ato takime që atyre të cilëve vërtet u intereson e vërteta të kenë mundësi të lexojnë nga dora e parë. Me kumtesa u paraqiten dhe studiusit Mentor Hasani e Gens Prelvukajt. Sot pasdite ka nisur procesi zgjedhjes së Papës së Ri. Rreth 130 kardinalë nga mbar bota janë mbyllur në kapelin Sistine deri në zgjedhjen e udhëheqësit të ri të Kishës Romake. Votimi i parë ka përfunduar pa rezultat dhe do të vazhdojë gjatë ditëve të ardhshme. 133 kardinalet katolik të mbledhur në konklav brenda Vatikanit kanë filluar procesin e zgjedhjes së kreut të ri të Kishës Katolike, duke sinjalizuar me tym të zi që votimi i parë përfundoi pa vendim se kush do të jetë papa i ardhshëm.
Pas votimit të sotëm, konklava do të pushon deri në orët e mëngjesit, kur kardinalet përsëri do të tentojnë që me vota unanime të zgjedhin kreun e ardhshëm të Vatikanit, proces i cili pritet të zgjatë disa ditë. Disa ekspert dhe njohës të Vatikanit paralajmëruan se për shkak të gjendjes momentale në Kish dhe kandidatëve të shumt, procesi i zgjedhjes së papës së ardhshëm do të mund të zgjas edhe më gjatë se zakonisht. Edhe pse brenda Vatikanit po zhvillohen negociata intenzive, asnjë informat prej brenda konklavës nuk do të paraqitet në publik deri në përfundimin e zgjedhjes. Shkuesnërisht ky gjithë materiali përgatitur për këtë edicion të lajmeve, për të qenë rregullisht të informuar me gjitha zhvillimet, ju mund të na ndiqni dhe pëlqenin Facebook RTK, Instagram RTK, YouTube RTK dhe TikTok RTK, aty ku informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt, dhe mos harroni jemi gjithmonë live në rtklive.com. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.